Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! A duhet ta hani lëkurën e pulës? Eksperti jep përgjigjen befasuese. Është besuar se lëkura e pulës mund të rrisë nivelin e kolesterolit dhe presionin e gjakut duke rritur rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Por studimet e kohëve të fundit kanë treguar se këto përfundime nuk janë të vërteta dhe nuk janë as pak të nevojshme për ta hequr lëkurën e pulës para se ta gatuani apo ta hani atë. Ekspertët e shëndetësisë nga Universiteti i Harvardit konfirmuan se ngrohja e lëkurës së pulës, veçanërisht në moderim, nuk do të shkaktojë probleme shëndetësore. Plus që lëkura, të cilën shumë njerëz e kanë shmangur prej dekadash, ka disa përfitime duke përfshirë shëndetin e zemrës. Lëkura e pulës përmban një yndyrë të ngopur, një lloj yndyre që është e mirë për shëndetin. Yndyra e pa saturuar mund të ndihmojë në zvogëlimin e presionit të gjakut dhe niveleve të këqija të kolesterolit, duke rregulluar hormonet. Kalorit nuk janë edhe aq të larta dhe për më tepër shijon aq shumë. Nuk keni pse të shqetësoheni për vajin. Gatimi i pulës në një temperaturë tepër të lartë mund ta bëjë ushqimin me shumë yndyrë, por kur vjen puna tek pula, lëkura e kësaj të fundit thith këtë të fundit duke u shndërruar në kërce dhe mishi brenda të mbetet i butë. Për më tepër, vlen të thuhet se lëkura e pulës ka edhe një sasi të konsiderueshme të omega-6 dhe nëse ajo hahet në sasi të mëdha, mundet që të çojë në shumë probleme serioze shëndetësore. Kjo është arsyeja pse moderimi është gjithmonë çelësi. Përveç kësaj, lëkura e djegur duhet të shmanget gjithashtu. Pa marrë parasysh se si e përgatisni, mishi i pulës është i shëndetshëm dhe njëkohësisht i dobishëm për ju. Ja disa arsye pse. Proteinat. Në qoftë se jeni në kërkim të një burimi të madh të proteinave pa djam, atëherë mishi i pulës është ideal për ju, duke ndihmuar në zhvillimin e muskujve dhe humbjen e kileve të tepërta. Antidepresiv natyror. Mishi i pulës gjithashtu përmban sasi të mëdha të triptofanit, i cili na ofron ndjenjen e kënaqësisë. Prandaj, në qoftë se ju ndiheni të mërzitur apo në depresion, pijeni një supë të pulës dhe çdo gjë tjetër do të jetë më mirë. Mbron eshtrat. Nëse jeni në një moshë të mesme dhe keni frikë nga paraqitja e osteoporozës apo artriti, atëherë konsumimi i mishit të pulës do t'ju ambajë eshtrat të shëndosh falë sasisë së madhe të proteinave. Ruan shëndetin e zemrës. Homocisteina është aminoacidi i cili, nëse është i ngritur në organizëm, mundet të shkaktojë sëmundje të zemrës. Mishi i bardhë i pulës e pengon ngritjen e këtij aminoacidi. Sipas ekspertëve, ne këtu do t'ju tregojmë disa këshilla se si ju të dalloni mishin e freskët të pulës. Mishi i pulës është po aq i përdorur në recetat e gatimeve të ndryshme sa edhe mishi i kuq, por ndryshe nga mishrat e tjerë, ai prishet lehtë. Në qoftë se ju e konsumoni mishin e pulës, i cili ka filluar të prishet apo është prishur, bakteret e rrezikshme për organizmin ton do të sulmojnë të gjitha qelizat tona dhe përpasoj ato janë të rënda për trupin ton. Ndaj ne ju këshillojmë që ju të tregoheni tepër të kujdesshëm kur blini mishin e pulës. Tregoni të vëmendshëm për ngjyrën, erën dhe mykun, si edhe mënyrën se si ai është paketuar. Keni kujdes ngjyrën. Mishi i freskët i pulës ka një ngjyrë të lehtë roz. Kur fillon të prishet, kjo ngjyrë fillon edhe të zbardhet derisa të arrini në të hirt. Nëse keni disa ditë që e keni bler mishin e pulës dhe ai ka filluar që të humbasë ngjyrën karakteristike, bëni mirë që ta gatuani para se të prishet.
por nëse është shumë i hirt, atëherë është tepër vonë. Nëse ju nuk arrini ta kuptoni ndryshimin e ngjyrës, në momentin që do ta gatuani do të vini re se mishi i pulës do të zbardhet shumë më vonë se zakonisht. Kur diçka e tillë ndodh, ne ju sugjerojmë që është më mirë të mos e konsumoni. Mbajini erë. Sipas ekspertëve, mishi i gjallë i pulës ka një erë të hidhur, e cila e lidhet me erën e amoniakut. Mirëpo sipas ekspertëve, nëse mishi pasi e keni nxjerrë nga ngrirja lëshon këtë lloj arome, atëherë bëni mirë që të mos e përdorni. Pula mundet të fillojë dhe të lëshojë aromën e saj kur gatuhet, ndaj ne ju këshillojmë që nëse aroma nuk është ajo për të cilën ju jeni mësuar zakonisht kur e gatuani, mos e konsumoni. Fortësia e mishit. Kjo provë është pak e vështirë se dy të tjerat, pasi mishi i pulës në gjendjen e tij normale është pak më i butë dhe i ngjitshëm kur e prekim, por mënyra më e thjeshtë që ne sugjerojmë është që ta shpëlani mishin e pulës dhe nëse ai vazhdon të jetë i ngjitshëm kur e prekni, atëherë ka shumë mundësi që të jetë prishur. Paketimi. Nëse e blini të paketuar, veprimi i parë është që ju të kontrolloni datën brenda së cilës ajo pako duhet shitur. Zakonisht mishi i pulës kur paketohet i freskët dhe vendoset në ngrirje, mundet që të zjasë deri në 9 muaj, por problemi qëndron se faza e ngrirjes nga paketimi dhe deri tek marketet dhe më pas tek frigoriferi i shtëpive tona ka shumë shkëputje. Ngrirja dhe shkrirja e shpeshtë e mishit të pulës ndikon shumë në freskinë e tij. Një faktor tjetër i cili ndikon në përshpejtimin e prishjes së mishit të pulës, pasi ai është në ngrirje, është kontakti me ajrin. Një paketim me mish pule i cili në brendësinë e tij ka filluar të krijojë shtresa akulli dhe mishi të ketë humbur ngjyrën roz, ka filluar të prishet. Ne ju këshillojmë që kur ta ngrini mishin e freskët të pulës të përdorni qese frigoriferi të cilat janë hermetike ose t'i vendosni në tasa të vegjël hermetik. Në frigorifer, mishi i gjallë i pulës duhet të përdoret 2 apo brenda 3 ditëve, ndërsa nëse është i gatuar mund të qëndrojë deri në 4 ditë. Në ngrirje, pula e gatuar mund të qëndrojë deri në 4 muaj, ndërsa mishi i gjallë mundet të qëndrojë edhe për 1 vit. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ne do t'ju tregojmë nëse duhet ta lani apo jo pulën. Sipas ekspertëve, uji nuk i eliminon bakteret në lëkurën e mishit të pulës. Në momentin kur ky i fundit bie në kontakt me mishin, bakteret përhapen në lavaman, duar, rroba dhe në kuzhinë. Bakteret që shkaktojnë sëmundje mund të përhapen deri në 1 metër distancë nga lavamani. Pjesa më e rrezikshme është se bakteret nuk shihen me sy të lirë, ndaj është e pamundur që ju ta pastroni atë në hapësirat e kuzhinës siç duhet. Ekspertët sugjerojnë që ju të përdorni më pas një përzierje me sodë buke dhe limon dhe me këtë losion të lani të gjitha ambientet e gatimit për një pastrim sa më të mirë. Pas prekjes së mishit të gjallë duhet të lani dhe duart menjëherë që të shmangni përhapjen e baktereve. Mishi i pulës duhet gatuar në temperaturë më të lartë se 80 gradë në mënyrë që të shkatërohen të gjitha bakteret të cilat gjenden tek mishi i pulës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.